vetes këto kohë çfarë do të bëjnë ndërkombëtarët, veçanërisht ndoshta po i frym Kosit pasi u dogjëm nga qulli i jurikimit të 2021-shit. Çfarë do të bëjnë dhe çfarë paralajmërimi është ky për ndërkombëtarët, komunitetin ndërkombëtar në këto momente për zgjedhjet e 11 majit? Çfarë do të bëjnë ata në 11 dhe sigurisht edhe në 12 maj mbi të gjitha? Po, në 12 maj do të urojnë opozitën për fitoren e zgjedhjeve, kjo është e sigurt. Po unë e thash dhe më përpara dhe po e ripërsëris, garancia më e madhe është monitorimi që ata do t'i bëjnë, vëzhgimi me shumë kujdes që do t'i bëjnë zgjedhjeve në Shqipëri. Qoftë OSBE-ja, qoftë forumet e tjera politike, apo dhe institucionet e Bashkimit Evropian, apo dhe në Shtetet e Bashkuara, edhe pse ambasada amerikane nuk ka qenë aq aktive se çka qenë herët e tjera, sepse nuk ka dhe ambasador. Ndoshta kjo është edhe më mirë se në 2021 që kishte një ambasadore që shërbente më shumë si antare kabineti i qeverisë Rama se sa përfaqësuese e denjë shtetit vet. Po vëzhgimi do të jetë maksimal, vëmendja do të jetë maksimale në këto zgjedhje. Dhe këtë e tregon edhe ky raport, që ata janë të ndërgjegjshëm që situata këtu është kritike. Natyrisht një raport i tillë do të pasohet nga disa veprime. Një ndër to është vëzhgimi shumë i kujdesshëm i zgjedhjeve këtu me të gjithë elementët. Dhe i zgjedhjeve, kur them zgjedhjet, jo vetëm ditën e votimit, sepse ditën e votimit shumë nga këto manipulimet, rysnit e tjera janë bërë. Vëzhgimi ka filluar. Ja kuptoj. Ndërkohë, OSBE Udhiri ka një qasje më europiane, pyetja e të gjithëve është një dhe një e vetme, qasja amerikane për zgjedhjet e 11 majit. Aty na tregon, thashë them të ëmbël, Nikola. Po, edhe këtu ka disa elemente, mendoj unë, se ndoshta ne presim që të dali dikush atje për te oqeanit dhe të thotë, shiko, zoti Rama nuk do jetë kryeministër në datën 12 maj. Dëgjoj, do na e lehtësonte shumë punën, ë? Do na e lehtësonte, po unë mendoj se sinjalet janë dhënë. Zoti Rama ka 2 vite që kur doli skandali me Gonigal që nuk shkon për te oqeanit i pritur në asnjë takim të nivelit të lartë, as në departamentin e shtetit, as në institucionet të tjera. Dhe nuk quhet vizita në Kombet e Bashkuara, ku shkojnë dhe gjithë diktatorët e botës në New York, kur lidhen ata një herë në vit. Flas për takimet të nivelit të lartë, ose qoftë edhe me një burokrat të thjesht departamentin e shtetit. Nuk e kemi parë TV ndonjë ftesë. Dhe gjithë përpjekjet e tij, siç raportojnë dhe mediat apo dhe burimet të tjera që ne kemi, tregojnë këtë që i është mbyllur dera në Washington, zoti Rama, dhe të gjithë përpjekjet e tij për të bërë takime, qoftë me njerëz pranë presidentit Trump, qoftë në rrethin e 2 të 3, apo ku diun edhe me rojen e Shtëpisë së Bardhë, nuk i kanë funksionuar. Dhe ky është një sinjal që Shtetet e Bashkuara japin. Dhe si të tillë ka dhe do ketë, mendoj unë, dhe sinjale të tjera që do vinë. Natyrisht ekspertiza që ka marrë Partia Demokratike, qoftë me zotin Lasivita, japin dhe ato impaktin e tyre brenda fushatës e tjerë me radhë. Dakor, le të shpresojmë që do të ketë një impakt të drejtë për drejtë. Faleminderit Nikola. Faleminderit ju. Përshëndesim Nikola Kedhi, ndërkohë miq të dashur, mbyllim këtu për ditën e sotme, do të jetë një ditë e ngjeshur me ngjarje dhe zhvillime, sigurisht sy te syri. Deri nesër, kujdes. Puthet dhe përshafime.